Atë kjo është darka që unë përgatita mrem. Bera kotoletat si që pat, edhe këto janë makarona që unë përgatita. Kjo është spek, e kam skuqur me pak vaj ulliri. Këtu pa hapjam edhe panën. Panën e kam hedhur jo normale nga jo bardha, pa e kam hedhur panë me salmon, se fëmijët e mi e kanë shumë qejf. E përdor dhe atë tjetrën, po më tepër preferojnë këtë. I kam vendosur 3 pako panë. Dhe ja si që shikoni. Tu do skuqim pak spekun, jo shumë, e ke parasysh sa të marrë atë ngjyrën e tij të durë, se nuk ka nevojë. Këto janë makaronat, 450 gram. Unë përdora makarona nga ato që janë formë flutre, se me këtë recetë që bëj unë, këto janë më të shijshme. Pastaj mund të jithni çfarë të doni, mund të jithni penet, mund të jithni spageti, çfarë të keni dëshirë juve. Origata, çfarë të dëshironi ju. Tu i kam vendosur, pasi speku ishte i skuqur, unë i kam vendosur të 3 pakot me panë, si që shikoni, një nga një. Nuk e vëolla mrem këtë video, se kisha hedhur goxha dije dhe thash ok, nesër në dreka ti kur të kem orarin e punës. Pushim, se dhe do regjistruar, se normal në shtëpi është zhurmë e televizorit, janë fëmijët, janë dhe unë nuk mundem ta bëj videon direkt, do ishte gjë më bukur të ishte direkt. Tu i kam hedhur pistakjo. Kjo quhet farfale, këtu në Itali, farfale con spek, pana e pistakjo. Edhe detyrimisht, jo televizori, jo kjo, jo ajo, dhe s'mund ta bësh dot video në direkt. Ja si doli, jo gocani. Është shumë e thjeshta dhe shumë praktike dhe shumë e shijshme, e provoni dhe do ta shikoni. Kur them e provoni, nuk është se do po ju jap këshill që do ta bëni me se s'bën siç e bëj unë, se disa më kanë shkruar në privat, vetëm ti di të gatuosh, se ne ç'a jemi nuk do të kush ka dalë jashtë shtetit, gjithë dim të gatojmë. Unë këtë çdo video që bëj për shefin tim, o gra, nuk e bëj për t'ju këshilluar juve apo për t'ju dhënë urdhra që ju duhet i gatuani me se s'bën. Edhe nëse them nëse doni ta provoni, thjesht kam kënaqësi, jo se po ju detyroj. Edhe këtu po mbush pjatat, sa shumë i kam mbushur këto pjata tu, në morte që s'ma. Bëj shaka. O goca, unë ju kam shumë gjanë me të vërtet, nuk e them. Me shaka nuk ju marr në xhiro, me gjithmonë nuk e di, kam krijuar një 4 pjata, se vetëm ata engën. Kjo është pjata e Elianës, po ajo nuk e engi të gjithë. E këtu djali mua po më merrte në krah, se unë isha mërzitur se ai mua nuk erdhi të më përshëndeste, dhe shiko çfarë po mbente. Deri dje e merja mu në krah, sot më merr ai mua. Ja çfarë kam ngrënë unë në goca mrem. Edhe s'parria s'do t'i merja me pirua. Ta piroj ndjan, okej. Pastaj u dorëzova detyrimisht. E mora më në fund. Ja, vetëm këtë sa e kam provuar. Kishte dalë super.